Përshëndetje. Rikthehemi në këtë episod të radhës të Vox Politics me mua Elvira Çepani dhe me të mrekullueshmen Aurora Sulqa. Elvira, përshëndetje, kënaqësi. Kënaqësi që jemi këtu sot për një bisedë tjetër në fakt me gra dhe vajza në politik, të cilat ne kemi vendosur të bëjmë pjesë të kësaj platforme për të dëgjuar më shumë zërin e tyre, për të qenë më të kujdesshme ndaj gjithë atyre gjërave që kanë për të thënë, por edhe për t'i parë në një perspektivë pak më ndryshe. Në atë perspektivë në cilën ne shumë shpesh nuk kemi mundësi të shohim në media, sepse në median tradicionale, në bazë të gjitha studimeve, ashtu siç ne e themi gjithmonë, gratë dhe vajzat në politik kanë shumë më pak akses se sa burrat dhe djemt në politik. Vetëm 11% në zgjedhjet e 2023 në zgjedhjet vendore, 11% të kohës kanë marrë vajzat dhe gratë kandidata dhe 14% në zgjedhjet e 2021-shit. Të shohim në zgjedhjet e 2025-s, ne do të vazhdojmë monitorimin e medias, se si do të jetë raporti dhe si do të jetë zëri vajzave dhe grave kandidate, por jo vetëm, edhe gjatë kohës së zhvillimit normal politik, sërish shohim një mungesë të aksesit, e cila trajtohet në fakt edhe si barrierë e vajzat dhe grave sa herë ne i pyesim cila është një nga barrierat kryesore, aksesi në media dhe dëgjimi i zërit të tyre edhe brenda strukturave, edhe në media, edhe më tej, sjell një problematik dhe një barrierë për gjithë ato vajza dhe gratë cilat janë pjesë e politikës, por edhe për ato që duan të bëhen pjesë e politikës dhe duan që zëri i tyre dëgjohet. Prandaj dhe Vox Politics Elvira është një hapësirë ku ato të flasin e të përçojnë mesazhet e tyre, por të flasin ndryshe, të njohim edhe historinë e tyre njerëzore. Dhe ku ne, në fakt, dhe ku ne kemi zgjedhur të jemi të mira. Po, jemi të mira se në fakt unë do doja personalisht me sigurt ti më shumë se unë që ti kishim të gjitha. Ti sillim të gjitha historitë për dënë atë puzzle-in e plot dhe gratë dhe vajzat, por jo vetëm, edhe djemt, edhe burrat, kuptojnë që për një grua dhe për një vajzë është shumë herë më e vështirë për t'ia dalë mban, sepse ka shumë më shumë detyra. Ndonjëherë mund t'i dhimbte pak për atë, le të themi, bururinë e tyre që shpeshherë duket sikur kanë domen politikën, kanë domen paran, kanë domen aksesi në media. Kështu që le të jetë Vox Politics një dritare ku ne t'i njohim edhe përtej politikës, jo vetëm brenda në politikë. Dhe ta diskutojmë politikën me një perspektivë ndryshe, me një perspektivë gjinore. Dhe nësot, në fakt, kemi dy element shumë interesant me të ftuarën tonë, edhe të rinjt në politik, edhe vajzat në politik. Dhe kemi shumë kënaqësi, kemi deputeten më të re të Parlamentit Shqiptar, vetëm 26 vjeç, Andja Ulliri sot me ne. Faleminderit që je bërë pjesë e këtij podcasti. Faleminderit juve, është kënaqësi të jem me jush. Mirë se erdhe, Andja. Mirë se erdhe, Andja. Andja, pyetja më normale që vjen për ty është si e vendose të hyje në politikë dhe pse kaq shpejt? Kjo në fakt është një nga pyetjet e cila gjithmonë mbetet kuriozitet i shumë personave të cilët më takojnë për herë të parë dhe marrin vesh që jam një deputete. Në fakt, për mua ka qenë gjithmonë një ëndër, por edhe mënyra se si unë jam rritur në fakt për të dyshuar çdo gjë, për të qenë pak rebele në shpirt, për të mos e pranuar çdo gjë që t'jepet dhe të ofrohet, por të diskutosh pak më shumë, të shohësh se çfarë impakti ka të vërtet. Dhe duke u rritur në këtë tillë fryme, kam dashur që të kem mundësinë të kontribuoj një ditë apo një tjetër, duke u përballur me shumë probleme në sistemin tonë. Mbaj mend madje një herë një pyetje të tipit që çfarë ka përballuar një vajzë kaq e re, domethënë cilat janë këto sfida që ti duhet të angazhohesh në politikë për t'i zgjidhur. Por mendoj që secili nga ne, duke parë vështirësitë që ne hasim në jetesën në Shqipëri, ku shpeshherë kemi shumë problematika të cilët fillojnë edhe nga mungesa e meritokracisë apo probleme të ndryshme të sistemit që nuk funksionojnë. Mendoj që angazhimi im në politikë ishte një mënyra ime për të bërë të mundur që të luftojmë për sistemin, për të krijuar një vend pak më të mirë dhe për luftuar për një komunitet që unë sot e përfaqësoj, i cili shpesh herë është stigmatizuar, komuniteti i fushkrujës dhe krujës, dhe për të sjellë në tavolinë një tjetër perspektivë për atë komunitet dhe për të bërë të mundur që dhe ai komunitet të ketë zërin e tyre në parlament, të dëgjohet dhe pse jo ne si të rinj të imponohemi pak më shumë për të krijuar hapësira për të rinjt në Shqipëri. Te që ke këtë shpirtin rebel, edhe mënyra se i rritur pikërisht për të thënë idenë tënde dhe mendimin tënde për të luftuar për të
ka qenë një ndër ato shtyset për të futur në politikë. Ndërkohë që në perceptin përgjithshëm duket sikur në politikë duhet të jesh konformist, ti dalësh mban edhe të bësh karrierë dhe të ecësh. Se po dole kundër liderit apo kundër vendimit të partisë, janë ata të cilët sakrifikohen më kollaj. Si të duket tani që je brenda, qofse nga jashtë e ke parë si rebele, tani brenda vazhdon të jesh rebele? Mendoj që kjo situatë në fakt është një nga situata që adresohet shumë për çdo që angazhohet në politikë, sepse në një mënyrë apo në një tjetër, jeta jote bëhet sfumohet pak me politikën dhe ty nuk të shohin më si një person apo një njeri si gjithë të tjerët, por të shohin si një politikan, në një mënyrë apo në një tjetër ti je i përlyer, pavarësisht se s'ke patur kur ndoshta pushtet apo le të themi mundësinë për të bërë diçka të mirë dhe jo më të keqe, por është një pyetje në fakt që e has shumë shpesh. Mendoj që në politikë duhet që të ketë një gjithëpërfshirje të gjithë zërave, patjetër që personat cilët janë ndoshta pak më kokfort, rebel apo e thon mendimin në një mënyrë pak më të drejtë për drejtë, patjetër mund të hasin ndoshta këto brylat her pas here, por mendoj që në fund të ditës vlera e qenurit në politikë nuk është të jesh konformist një sistemi, por është të gjesh mënyrat për të naviguar, që të qëndrosh në sistem duke bërë ndryshimin, sepse asnjë sistem nuk ndryshohet i vetëm, por çdo kush i duhet të mundohet të navigojë brenda sistemit për të ndryshuar ato çka shikojnë që janë gabim. Dhe shpeshherë të paturit ose të luftuarit për diçka që e cilësojmë si të drejtë, unë mendoj që është mënyra më e mirë, pavarësisht se duhet të jesh gjithmonë i kujdesshëm për të mbrojtur të drejtat dhe në fund të ditës të jesh, le të themi, i bindur 100% që çka ti po mbron dhe çka ti beson është vërtet e drejtë, pavarësisht se e drejta është relative, por mendoj që ka deri diku një të drejtë i cili afrohet asaj reales dhe asaj që mund të konsiderohet, jo absolute, por diçka midis. Ande, zakonisht të gjithë presin që gjithë secili prej nesh kur hyn politikë ose në parlament të adresoj ato problematika që ka kategoria e vetë. Dhe normalisht duke qenë se ky është në fakt një nga parlamentet që ka më pak të rinj, kemi pasur parlamente që kanë patur një numër shumë të lartë të rinj nën 35 vjeç. Ky është një parlament që ka shumë pak të rinj nën këtë moshë. E ke ndjer, besoj që duhet të jesh edhe zëri të rinjve aty brenda në parlament. Qa kanë qenë disa nga nismat që ti ke ndërmarrë për të rinjt, për të adresuar problematikat, që ke ngritur zërin edhe që ja ke dalë në pjesën e legjislaturës aktuale? Në fakt, ka qenë kënaqësi për mua të kisha mundësi që gjatë kësaj legjislature të bashkëpunoja edhe me shumë organizata. Ne kemi patur mundësinë që të bashkëpunoj me organizatën Westminster bashkë me ambasadën britanike, ku me bashkëpunimin e tyre dhe kuvendit është ngritur klubi parlamentar për të rinjt. Në parlament është një grup deputetësh vullnetar, të cilët lobojnë për politika për të rinjt. Dhe unë kam patur fatin dhe votbesimin për qenë një nga deputetet kryetare të këtij klubi, i cili përbëhet nga deputetë të gjithave krave politik, ku ne kemi bërë të mundur që të diskutojmë mbi shumë problematika të cilat kemi hasur. Kemi patur në fakt një draft projekt ligj i cili do të synonte ndryshimet ligjore në ligjin për rinin dhe po ashtu në ligjin e vullnetarisë dhe po ashtu kemi patur takime me organizata shoqërisë civile, me të rinj në lidhje dhe me diskutimin me studentët e mjekësisë për ligjin që kaloi. Pra ka qenë një mënyrë apo një platformë për cilën e kam shfrytzuar në maksimum për të bërë të mundur që të gjitha politikat rinore të diskutohen, le të themi të ketë mundësi të kenë një qasje konstruktive, pra të ulet ky polarizimi i krave politik dhe ne të diskutojmë vërtet se çfarë probleme shhasin sot të rinjt dhe se si ne duhet bëhemi bashkë për të dhënë ndoshta edhe një propozim për të bërë të mundur që ne të jemi në fund të ditës të ketë një unanimitet. Është shumë e vështirë për të arritur, me thënë të drejtën, sepse gjithmonë krahët politik do duhet të bëjnë lojën e tyre, por unë do të kisha preferuar ose do kishte qenë në dëshirën time dhe disa kolegëve të mi që po ashtu kjo platforma apo ky klub të kishte arritur të bënte një propozim të tillë për të dhënë shembullin që ne, si deputet të rinj, duam dhe lobojmë për këto politika, por jemi bashkë kur vjen puna tek ndryshimet pozitive që mund të shohim. Dhe kam bërë përveç se
punës time, le themi si kryetare e këtij klubi, jam munduar që në komisionin e arsimit, ku unë jam pjesë, gjithmonë të kem një qasje pro të rinjve dhe të diskutoj apo ndonjëherë dhe të debatoj mbi disa ide të cilat unë i kam propozuar në lidhje me universitetet, në projektligjin i cili erdhi për ndryshimet për arsimin e lartë, sepse mendoj që të rinjt shpesh herë përdoren si fasadë dhe jo në fakt në mënyrën se si duhet të shikoheshin të rinjt, jo vetëm nga politikanët, por dhe nga shoqëria. Sa dëgjohet andja dhe përgjithsisht të rinjt në parlament, kur janë pjesë e politikbërjes? Se ne jo bëjmë shpeshherë grave këtë pyetje, që sa dëgjojnë gratë. Në rastin tënd ti edhe grua, je edhe e re. Pra keni le të themi dy element. Sa dëgjohesh? Në fakt, lufta apo betejë, le të themi, për të përçuar zërin tënd, qoftë në parlament apo edhe në aspekte të tjera, ndoshta brenda partisë, është plot me sfida. Është një rrugtim me sfida dhe them këtë sepse shpesh herë në momentin që unë kam provuar të adresoj një problematikë e cila mund të ketë qenë aktuale, mund të ketë më pak se 24 orë që kishte ndodhur dhe ne ishim në seancë plenare, shpesh herë janë provuar këto taktikat për të mu hequr fjala, për të mu hequr, pra më mbyllin mikrofonin dhe kjo është një mënyrë të cilat në fakt kur vjen edhe në një farë mënyrë një luftë brenda të njëjtës gjini nuk është shumë e bukur, sepse shpesh herë ishte kryetaria e kuvendit që le të themi e përdorte këtë apo me idenë që ti nuk po mban një fjalë brenda rendit të ditës dhe mendoj që problematikat aktuale të qytetarëve i superojnë të gjithë projektligjet që mund të ishin në parlament. Dhe këtë qasje shpesh herë kam gjykuar si diskriminuese dhe kam parë si një lojë stereotipesh ku ti je një vajzë e re dhe ne kemi fuqinë që ne të bëjmë të mundur që ty të ta heqim zërin apo ty të ta ulim atë imponimin që ti mund të kesh, por kam bërë çmos që të mos e pranoj kurrë këtë lloj qasje dhe gjithmonë të kthehem apo le të themi të luftoj pak duke u detyruar dhe të dalë ndoshta jashtë vetes për të bërë të mundur të mbroj fjalën time në parlament. Është e vështirë, por nuk do të thotë që është e pamundur. Mendoj që pavarësisht se kemi sfida, ne si të rinj duhet kuptojmë se këto sfida janë aty për një arsye. Ne nuk do na hapi njëri rrugën. Ne duhet luftojmë që rrugën ta ndërtojmë avash, duke bërë hapat e duhura që ne të kemi mundësi të krijojmë vendin tonë, të kemi vendin tonë në politikë dhe të bëjmë të mundur që në momentin që ne kemi, le të themi mos ta lëshojmë, mos të bëjmë kompromise të cilat do na dëmtojnë neve në të ardhmen. Andja, ti ke përfunduar studimet apo jo? Po. Për arkitekturë. Për arkitekturë. Po. Bukur. Beson se karriera politike do të jetë karriera që do të ndjeki për tërë jetën, apo po e bën tani për momentin dhe më pas do të vazhdosh dhe me cilën kauzë je futur në një farë mënyrë, se cili prej nesh ka një kalë beteje, kur futet në qoftë në një karrierë caktuar, qoftë në një iniciativë caktuar. Cili është kalë ju të betejes edhe a do e vjosh politikën si karrierë parësore? Në fakt, kjo është një nga pikpyetjet më të mëdha kur ti je brenda skenës politike, nëse pra ti mundohesh që do të thënë unë të paktën, jam munduar që në momentin e parë që kam marrë mandatin të kem një ecuri pune të njëtrajtshme. Pra nuk kam patur luhatje, kam qenë gjithmonë e përkushtuar në takimet me qytetarët në zonë për të evidentuar problematika, për t'i sjellë këto në parlament dhe shpesh herë kam qenë pjesë e shumë protestave, si më të fundit Thuman Kashar, që është një betejë që e kemi fituar dhe vlen të përmendet besoj. Por në politikë gjithmonë përballesh me disa vështirësi të cilat ta gjykojnë këtë le të themi vendimet që ti mund të kesh, a do të vazhdosh të jesh këtu, të bësh këtë betejë apo do që ndoshta të vazhdosh jetën tënde si një person si gjithë të tjerët, sepse në fund të ditës vëre që të paturit një jetë ndoshta personale në politikë është shumë e vështirë. Duhet të jesh gjithmonë ky personi shumë serioz, pavarësisht se si një e re mund të shikohet që pse është kaq serioze, gjithmonë ma thonë një shumë stoike, por është vetë, le të themi, xhaketa që ke veshur që është një peshë e madhe dhe unë mendoj që duhet të arrijë në atë nivel përgjegjësie. Patjetër që në një moment të jetës time do doja të rikthehesha tek arkitektura, sepse është diçka që e dua shumë edhe po të
kesh mundësi të rish me mua, do të jem tërkohën duke diskutuar mbi projekte që unë mund të shikoj apo potencialin e disa qyteteve, në shumicën e rasteve të qarku Durrës, siç është Durrësi apo Fushkruja dhe Kruja, ku jap të gjitha këto ide të mia se si mund të ketë një evolucion arkitektonik. Dhe për momentin kam vendosur që të bëj betejën time deri në fund. Kalimi i betejës do të ishte në fakt vetëm puna ime me qytetarët, pra dhe mbrojtja e interesit të komunitetit nga unë vi. Unë dua që nesër pas nesër, pra gjithë kontributi im të vlej dhe ata qytetarë të cilët më kanë besuar, të paktën atë dinë që ishte dikushi që foli për ta, luftoi për ta dhe në rastin më të mirë do kemi arritur të bëjmë edhe diçka për qytetarët. Fakti që mban këtë veshur të kostumin e gocës shumë serioze, stoike, siç ta thon. Është kjo një ndër sakrificat më të mëdha që po bën duke qenë se ke rinin moshën, të lejohen çmendurice, o të lejohen në këtë moshë, nuk të lejohen në moshë tjetër. Kush është sakrifica? Në fakt, kur kam qenë kandidate, unë kam qenë 22 vjeç dhe jam zgjedhur 22 vjeç. Dhe pyetja e të gjithë vajzave apo grave dhe shumicën e qytetarëve që takoja kur bëja pra takimet për programin e Partisë Demokratike ishin që po pse ke vendosur që të sakrifikosh jetën tënde, rinin tënde për qenë politik, apo kur më pyesnin që çfarë degë kem përfunduar, arkitekturë, thoshin ti ke një degë kaq të bukur, mund të kesh një jetë kaq të bukur. Pra gjykimi i tyre ishte se të përfshirja në politik të humbte totalisht ose të largonte totalisht nga e paturit një jetë personale apo këtë mundësinë për të dalë ndoshta ose për të shfrytzuar rinin në kapacitetet që ti mundesh. E kanë pas gabim? Mendoj që deri diku duke njohur veten time nuk ka ndryshuar shumë gjëra nga mënyra se si unë jetoj jetën time. Kam qenë gjithmonë një person cilën jetën private kam patur gjithmonë jo të ekspozuar, le të themi dhe nuk më ka deprivuar, por patjetër mendoj që ndryshe nga shumë moshatarë të mi, serioziteti apo edhe pesha e të paturit këtë kostumin e deputetit vjen me një farë përgjegjësie e cilët në fund të ditës mund të ketë sakrificat vogla, por nëse ti e di që kjo sakrificë është diçka për një të ardhme më të mirë, besoj që ja vlen të bëhet. Mua mbeti mendja aty te arkitektura, se do unë kam shumë qejf në vetvete, megjithëse unë jam këtej nga ana e drejta e njeriut, por një pyetje që ne bëjmë zakonisht është kjo pyetja dhe unë do ta bëj lidhje me arkitekturën, sepse arkitektura lidhet shumë bukur me politikën kur flasim për pushtetin vendor. Qofse ti do ishe për shembull nesër pas nesër një kryetare bashkie, do të shërbente shumë si profesion për të bërë edhe gjëra në lidhje me komunitetin edhe me qytetin. Dhe pyetja që bëjmë zakonisht është nëse vendos të lësh pushtetin qendror, kandidon, fiton për kryetare bashkie, qoftë në Fushkruj besoj se do jetë. Ose në Durrës se të kapi më gjë. Bëjmë edhe parashikimin, Cila është gjëja e parë që do të bëje në momentin që vjen në detyrë? Në fakt, unë kam patur gjithmonë përplasje me pushtetin lokal, sepse e kam evidentuar shumë problematika të cilat mund të kishin marrë lehtësisht zgjidhje, është thjesht çështje vizioni dhe dëshire, është vullneti politik. Unë mendoj që në fund të ditës shumica e problematikave vazhdojnë të qëndrojnë të tilla sepse është mungesa e vullnetit politik që i dikton. Dhe nëse unë do të kisha mundësinë që nesër pas nesër të shfrytëzoja qenurit arkitekte dhe qenurit ndoshta kryetare bashkie, do kisha bërë të mundur që të krijoja një plan urbanistik. Pra, nuk do të kishte më nga këto projektet që ndodhin rëndom në Shqipëri që një herë bëhet rruga, shtrohet rruga, përfundon, pastaj hapet kanali. Kjo nuk bën sens, nuk duhet të ndodhë. Dhe mendoj të paturit një plan urbanistik ku ti e shoqëron me ekspert të fushës për të arritur ndoshta potencialin më të lartë dhe promovimin në rastin Bashkia Durrës, Bashkia Kruj që ka objekte historike, promovimin e historisë, ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe po ashtu çfarë unë shikoj shumë problem është qasja e mungesës faciliteteve për të rinjt si hapësira kulturore dhe arti dhe sporti.
Për shembull, në fushë shkruaj ne deri dje nuk kemi patur asnjë fushë sporti ku të rinjt mund të luanin aty apo të ishte pjesë, pra të ishte një fushë sporti publike që ti mund ta rezervoje dhe të luaje. Tani më kjo fushë është pjesë e ekipit Iliria të fushë shkruajës, por nuk është e aksesueshme për të gjithë. Dhe ky ka qenë një investim jo i bërë nga bashkia, por i bërë nga vetë ekipi. Dhe ne shikojmë këtë problematikën e qasjes me të rinjt, ku ti shumë mirë mund të kishe bërë të mundur të kishe një bibliotekë të mirë në qytet, të kishe një pallat kulture të vogël ku pra gjitha shkollat dhe nxënësit mund të ushtrojnë aty aktivitete jashtëshkollore si arti, piktura, muzika, sepse në fakt në fushë shkruaj para shumë vitesh këto kanë ndodhur, por tani më prej 12 vitesh nuk ndodhin më dhe fushkruaja në fakt, edhe pse nuk njihet, ka nxjerrur shumë figura artdashëse dhe mund të jetë diçka që njerëzit nuk e dinë, por është shumë interesante për të parë se sa e duan artin fëmijët dhe të rinjt, por se sa janë larg këtyre mundësive dhe hapësirave për t'i ushtruar. Dhe normalisht, në momentin që ne një fëmijë e largojmë nga arti, e largojmë nga kultura, nga sporti, nga kjo jeta pak më shumë ngjyrshe, ata do bëhen pjesë e një sistemi konformist, ku do shikojnë vetëm këto modelet negative, nuk do kenë, le të themi, dëshirën për të argumentuar, të kenë këtë mendimin konstruktiv, apo edhe të dyshojnë pak më shumë se pse funksionon sistemi kështu. Unë mendoj që ka një lidhje të drejtë për drejtë me të patur një jetë pasur kulturore dhe artistike dhe sportive, bashkë kanë gjitur kësaj jetës normale që ne bëjmë, sepse dhe prandaj them që kjo mund të ishte një nga gjërat që do loboja shumë të ndodhte në nivelin lokal. Andja, Dhe më bërë realisht. Sot politika të rinjt i frymëzon? Ty të ka frymëzuar? Unë në fakt mendoj që politika duhet bëjë një punë më të mirë për frymëzimin e të rinjve, sepse shpesh herë politika i kërkon të rinjt, i do të rinjt, por duhet t'i mbështesë të rinjt, pra duke nisur që nga partitë politike dhe ne bashkë me Lirën kemi qenë shpesh herë pjesë e disa takimeve ku kemi diskutuar qoftë edhe me financimin e organizatave rinore, por forumeve rinore të partive politike dhe dhënë si një hapësire ku këta të rinj do ndihen vërtet të vlerësuar dhe jo thjesht shifra apo numra apo fasadë e një kandidati për deputet apo kryetar bashkie në një fushat. Unë mendoj që sa më shumë ne të investojmë tek të rinjt dhe t'u japim atyre besueshmërinë te partitë politike, mund të rritet edhe besueshmëria te vetë politika. Çfarë është e bukur në fakt në politikë, në gjykimin tim, është krijimi i një networku, pra një rrjeti njohjesh. Në politikë ti ke mundësi, duke u angazhuar, pra në Partinë Demokratike, çdo i ri që vjen në Partinë Demokratike mund të ka një kontakt të drejtë për drejtë me përfaqësuesin e tij nëse e do. Dhe kjo është diçka shumë pozitive kur ti angazhohesh në politikë, sepse shpeshherë qytetarët e shikojnë përfaqësuesin e tyre shumë larg, por në të vërtetë një angazhim i tillë në forume rinore apo forume të tjera të partive politike ta bën të mundur që ti të jesh shumë afër me përfaqësuesin tënd dhe të krijosh një rrjet kontaktesh të cilën do të ndryshe nga le të themi ta nisësh nga zero në jetë, ti e nis diku me plus, pra nis me një rrjet kontaktesh shumë të mira dhe me mundësinë që ti vetë të ndikosh në vendimarrje. Kjo është në gjykimin tim diçka shumë pozitive. Andja, ne jemi në kohën e influencers, e influencuesve dhe një nga pyetjet e mia do të ishte kush e influencon Andjan? Kë ke model në politikë? Kush ka influencuar në qoftë edhe në rrugtimin tonë politik, po edhe kemi ca modele tona që i shohim, qoftë ndërkombëtare, qoftë shqiptare, cilët janë ata që të kanë frymëzuar dhe të kanë influencuar edhe në karrierën tënde? Gjithmonë në diskutimin për modelet ndoshta apo influencers është pak e mjegullt për mua, sepse mendoj që ne ende duhet punojmë për disa modele pak më pozitive, qoftë në jetën në rrjetet sociale apo në politikë. Mendoj që duhet të punojmë për të krijuar modele të cilët vërtet kanë një mendim kritik dhe nuk bëhen pjesë e diskutimit duke patur, le të themi, një qasje jo gjithmonë pra realiste. Unë mendoj që duhet kemi persona me zë të fortë, me mendime dhe që ushqejnë, le të themi, këtë mendimin kritik tek qytetarët. Jo çdo gjë që ti dëgjon është ashtu siç e dëgjon dhe po ta keni vënë re shumicën e kohës qytetarët shqiptar besojnë çfarëdo lloj gjëje që dëgjojnë nga televizioni publik, nga televizionet. Dhe unë mendoj që në një mënyrë apo në një tjetër ne kemi krijuar një disbalancë modelesh që
nga një anë kanë fuqinë dhe pushtetin për të bërë një ndikim, por nga ana tjetër e përdorin ato për të përçuar këto modelet negative. Të bësh një model pozitiv është shumë e vështirë, por mendoj që shoqëria jonë duhet punoj pak më shumë për ta arritur dhe kjo është arsyeja pse unë ndoshta nuk kam një emër të qartë, por në aspektin e liderëve politik mendoj që duke qenë e përfshirë dhe duke i parë nga afër të gjithë liderat e partive, qoftë Partisë Socialiste apo Partisë Demokratike, mund të bëjmë si të rinj të evidentojmë çfarë ne shikojmë që janë pozitive, siç është ndonjëherë në rastin e kryetarit të Partisë Demokratike, zotit Berisha, kjo qasja e drejt për drejt dhe e drejt për drejt me fakte, që unë besoj që është gjëja më e mirë kur ti flet me fakte dhe i adresohesh argumentit me fakte, por dhe ndoshta edhe shumë të tjera për cilat nuk do flisja dot në kaq kohë. Por mendoj në fund të ditës që ne duhet të kemi një qasje pak më pozitive tek modelet që ofrojnë. Cilat janë problemet kryesore që kanë sot të rinjt? Gati ja nisim. Nëse do të evidentoje 3 kryesor. Së pari mendoj mungesa hapësirave rinore dhe mungesa hapësirave rinore e shikoj gjithmonë edhe në Tiranë. Shpeshherë kur ne diskutojmë edhe me kolegë të tjerë, diskutimi mbahet në një nivel kryeqyteti. Pra ne nuk mund të pretendojmë që kudo në Shqipëri është në fakt as në Tiranë, nuk është se ka hapësira rinore mjaftueshëm, por imagjino kur nuk ka në Tiranë që është shumica është metropol, imagjino në vendet e tjera që janë rrethe ku ti nuk shikon hapësira rinore. Së dyti është mirë trajtimi i studentëve. Ne kemi parë që do 2017-18 ka patur protesta të studentëve, u bë një pakt, asgjë, domethënë mund të jetë arritur një pjesë shumë e vogël e atyre premtimeve dhe mendoj që kjo është një qasje negative nga ana e politikës tek të rinjt dhe pra mungesa hapësirave, qasja me studentët dhe mungesa e meritokracisë. Mendoj që është një problem cilin e hasin, për të mos folur më pas për tregun e punës, që është ky problemi që unë shikoj se mungesa e mirë orientimit në tregun e punës ka bërë të mundur që të rinjt të ndjekin gjithmonë këto degët kryesore, inxhinieri, IT, mjekësi. Pra, po të shikosh sot në treg, ka shumë nevojë për të rinjt të cilët do kishin ndjekur studimet e tyre për arsimin profesional, ku ata janë shumë lehtësisht të integruar në tregun e punës, por ky imazhi i vënë në Shqipëri që ti duhet kesh patjetër një diplomë, një master, një doktoratur dhe vetëm atëherë i quhesh apo je i arritur, ka patur një impakt negativ në lidhje me këtë. Dhe mendoj që duhet bëhet pak më shumë punë për të mirë orientuar të rinjt në tregun e punës. Është ajo që ne themi gjithmonë që kemi kamarier me diplomë juridiku për shembull, që është orientimi i tregut punës, këshillimi i karrierës, është një nga gjërat kryesore. Por është edhe pak le të themi edhe bindje vetë të rinjve. Mendon Andja që edhe vetë të rinj duhet kenë le të themi pak iniciativë, të informohen më shumë, edhe lidhur me atë që janë degët e të ardhmes, pra të kenë pak edhe këtë iniciativë. Duhet kenë pra edhe ku të informohen. Domethënë ne kemi kohë që kërkojmë që pjesa e këshillimit karrierës të bëhet në gjimnaze. Pra të mos jenë zyrat e këshillimit karrierës në universitete, po të jenë në gjimnaze, ashtu siç janë edhe modele amerikan, modele vendeve perëndimore, se sado që ata të kërkojnë vetë ose nga organizata të ndryshme që bëjnë këshillimin, prap duhet një diçka institucionale ku ata të orientohen. Unë jam shumë dakord me këtë qasje dhe ka qenë një nga problematikat të cilat e kam ngritur shpesh herë dhe në komisionin e arsimit, sepse çfarë vlere ka orientimi në tregun e punë, domethënë ka disa faza. Pari, nëse ne do e kishim këtë këshillimin e karrierës në gjimnaz, ne do kishim bërë të mundur që një pjesë e cila një mirë orientim, jo çdo kush do zgjedh që të shkojë le të themi në degën që edhe mund t'i ofrohet pra si mundësi, por të paktën ti e informon dhe kjo duhet ishte bërë në një nivel institucional, sepse duke e njohur problemin e transparencës që ne kemi në Shqipëri, është shumë e vështirë për t'i patur këto informacione, le më mos të flasim për faktin që shumë nga këto informacione mbahen vetëm për të bërë të mundur që një pjesë e shoqërisë të ketë mundësi të përfitojë. Pra, është si mund zgjidhen Andja? Domethënë ne kemi thënë sa problematikat, si do t'i adresohen nëse do të ishe sot në pushtet?
Unë mendoj që do kisha patur mundësinë për të bërë, le të themi, një dialog me organizata dhe me ekspert për të kuptuar se si ne mund të qasemi të rinjve në lidhje me orientimin dhe këshillimin e karrierës. Në fakt, ka qenë një shkollë profesionale në Vlorë ku ata kanë një model kroat ose austriak, do me thënë ka qenë një investim i huaj. Dhe ata mund të ishin një nga modeli i marrë parasysh, sepse ishte një model fantastik. Ata në ditën që ti regjistrohesh në ditën e parë të shkollës dhe deri në përfundimin e gjimnazit profesional, sepse është arsimi i mesëm, ata aty të bëjnë pyetësor. Dhe ata kuptojnë ku ti je më i përshtatur për të orientuar. Pra, a do jesh në sektorin e hotelerisë, ekonomisë, sepse janë disa sektor të ndryshëm. Po çfarë i kushton shtetit shqiptar të bëjë të njëjtën strategji, nuk duhet të shpikim rrotën, janë aty, ka studime, le të marrim një model të mirë, ta implementojmë në Shqipëri duke marrë parasysh qytetarët shqiptar, jo qytetarët amerikanë apo specifikën shqiptare. Pikërisht, pra specifikën shqiptare dhe ta integrojmë në sistem. Nuk i kushton asgjë që ti të kesh një person që është këshillues karriere, madje do kishte krijuar vende pune në të gjitha gjimnazet për qenë afër të rinjve, sepse mund të ketë të mundur që vetëm nga kjo ideja e të paturit një arsim të lartë, ne po humbasim një forcë punëtore që mund të jetë e një kapaciteti shumë të lartë dhe mund ta bëjnë punën me më shumë pasion se çdo bëni ndonjëherë qenurit mjek, jurist, avokat apo dhe arkitekt në fund të ditës. Pra, unë shikoj që mund të ketë mundësi, por duhet të jetë vullneti politik për të bërë. Dhe po ashtu do shtoja që në arsimin e lartë ne duhet kishim edhe këto zyrat e lidhura me kompani. Kjo është ndoshta qasja ime pak, domethënë bëjmë interesat kombëtar me kompani shqiptare, të cilat ofrojnë mundësinë e integrimit të punës, të bësh stazhe, praktika. Kjo është, në teori është edhe me universitetet është dobët si lidhje. Nuk është e institucionalizuar, sepse duke bërë marrëveshje me një universitet, siç është kudo nuk jemi të parë që po e diskutojmë këtë, ti mund të bësh të mundur që kompanitë serioze dhe patjetër me kontrata pune të vendosura sipas një kuadri ligjor apo nëse jo kontrata pune, kontrata praktike, këta të rinj të përfitojnë, të kenë mundësinë, po nesër pas nesër nëse evidentohen në këto vende pune, pse jo të punësohen. Dhe kjo është, mendoj, diçka që duhet të ketë pak më shumë diskutim, por ndoshta në politikë sfumohen këto, le të themi, problematikat e tilla, sepse kemi gjithmonë prioritete më të mëdha, le të themi. Andrea, cili ka qenë ligji në parlament, cilin ke dashur ta kalosh dhe nuk e ke kaluar dot, kam penguar? Ka pas ndonjë ligj të tillë? Në fakt, deri më tani, gjithmonë kur kemi patur mundësinë për të diskutuar për ligje që të cilat duhet kishin kaluar dhe nuk kanë kaluar, kanë qenë në shumicën e kohës amendamente që janë propozuar nga le të themi deputet apo kolegët e mi, siç ishte edhe amendamenti për rritjen e përqindjes pra përqindjes së buxhetit për arsimin. Ishte në fakt ne duhet të kishim arritur të paktën 5% të GDP-s. Të GDP-s, dhe ndërkohë që ne jemi në vlera shumë të ulta. Diku te 2.5. Jemi 2.5 për Ministrinë e Arsimit, mendoj 3.1, ndërkohë që ne vjet ishim 3.004, është një rritje shumë... Pra nuk është prioritet arsimi. Unë mendoj që duke parë shifrat, ne mund ta themi që nuk është prioritet arsimi, sepse përderisa ishte, le të themi, pra përderisa ishte mundësia për të mirë financuar arsimi, nuk u bë dhe kjo nga mungesa e vullnetit politik, amendamentet ishin të mirë strukturuar dhe pra parat ishin, nuk ishte përfunduar buxheti dhe ne pam që mungesa e vullnetit politik çohi që ne të jemi me një buxhet ende të ulët për arsimin. Cili është një vendim politik, se duke qenë opozitë nuk është se miratoni projekt ligje, por një vendim politik të cilin je detyruar në një farë mënyrë nga forca e grupit, nga të qenit pjesë e grupit për ta miratuar, por që brenda vetes nuk e qenë dakord. Pra në një farë mënyrë që e konformuar. Në fakt nuk më kujtohet të paturit një rast të tillë kur unë pavarësisht se nuk kam dashur të votoj një projekt ligj apo një propozim, kam vendosur ta votoj, në shumicën e kohës mundohem që çdo vendim im në lidhje me votimin të jetë një vendim i cili është, pra unë marr informacion, kuptoj se si është situata, çfarë është impakti i këtij projekt ligji dhe në fund në raste që unë shikoj që nuk
kam arsye të plot për të votuar, unë vendos ose të mos votoj, ose të votoj kundër në rastin më të mirë, por në shumicën e rasteve kam vendosur që të mos bëhem pjesë e një procesi i cili unë e kam gjykuar si ndoshta jo shumë transparent. Një ndër problemet kryesore që kanë të rinjtë sot është fakti i emigrimit. Do të thënë madje ka me dhimbje themi, dhe gjithë e dim që është shumë të rinj, përpara se të nisin fakultetin, fillojnë të mësojnë gjermanisht për të ikur në Gjermani, ose zgjedhin infermierin e mjekësin me idenë për të hikur dhe Që për në të mos kopësht, kontribuar. Aurora. Që në kopësht. E fus fëmijën te kopshti X se mëson gjermanisht, dhe fus fëmijën te kopshti Y se mëson anglisht, Pra, sepse janë të gjithë projektuar për të jashtë. tashmen dhe të ardhmen për jashtë. Pse hikin të rinjt? Çfarë duhet të bëjmë që t'i mbajmë këtu? Unë mendoj që të rinjt sot janë pjesë e, le të themi, edhe pak duke nisur nga ajo që tha Lira, e këtij cikli të pambarimtë të problemeve, mungesa e besimit te politika nga prindërit në radhë të parë, dhe ushqyerja e fëmijëve me idenë e largimit. Pra, shumë shpesh kam patur të rinj, cilët kam diskutuar dhe jo vetëm për çështjen e largimit. Pra, shpeshherë prindërit investohen në një nivel të lartë për të bërë të mundur që fëmija e tyre të mos e ketë fare eksperiencën minimale në Shqipëri apo në integrimin e tregut punës apo në arsimin e lartë. Ata bëjnë të mundur që nga dita e parë që ti lind deri te e fundit që të ushqejnë me këtë idenë që këtu nuk vlen, këtu asgjë nuk vlen, këtu djersa shkon kot, këtu mundi nuk të njihet, dhe duke ushqyer dita ditës çdo brez që po vjen. Me këtë filozofi ne po krijojmë pra një plag emigrimi që nuk vjen vetëm nga mungesa e infrastrukturave apo kjo mungesa e qasjes pozitive nga politika për të rinjt, por edhe nga vetë familjet shqiptare, të cilat po ju ushqejnë dita ditës fëmijëve dhe fëmijëve të tyre faktin që për të bërë të mundur që ti të kesh një jetë të mirë, ti duhet largosh nga vendi yt. Unë nuk jam dakord në këtë qasje, sepse ne duke bërë këtë gjë ne po ushqejmë një brez i cili duhet ishte këtu për të luftuar, për të bërë betejat e tyre dhe për ta ndërtuar Shqipërinë. Pra në momentin që ne të gjithë do largohemi, do këtu do mbeten ata persona të cilën do kenë mundësinë dhe aksesin në një pushtet dhe nuk do arrihet të bëhet ai ndryshimi. Ne kemi nevojë për të rinj dhe persona qytetar të angazhuar për të imponuar. Çfarë unë shikoj është mungesa e imponimit nga të rinjt në lidhje me shumë problematika. Pra kur ti shikon që diçka nuk shkon, me çfarëdo lloj problematike duhet të ketë një sinkronizim energjish për të imponuar. Por në Shqipëri gjithmonë funksionon taktika për çaje sundo. Qartë Dhe prandaj shpesh herë të rinjt bien pre kësaj taktike dhe ndoshta nuk i arrin dot të imponojë mjaftueshëm për të ndryshuar situatën ku ndodhen. Qoftë edhe në një nivel shumë të vogël si thjesht ndryshimi i një mësuese e cila ti nuk mendon që po performon mirë në klasë, deri tek ndryshime të mëdha si propozime ligjore apo projekt ligje. e bëm shumë serioze. Unë në fakt kam lënë gjithkohës që dua të pyes Andja. Sa përqind zë politika në jetën tënde si e re? Se kur kemi zonja, e dim që i pyesin për familjen, për fëmijët, për angazhimet, për detyrimet familjare, bashkëtorë. Ti e re, sa përqind zë politika dhe si e mbush pjesën tjetër të kohës së lirë, gjithmonë ose të mbetet? Pjesa që e mbush atë që mbetet, më duket se s'mbetet asnjë kohë, Po, mendoj që unë në fakt detyrën time e ushtroj me shumë përgjegjësi dhe mundohem ta ushtroj me atë përgjegjësi dhe seriozitet që duhet të ketë, pra që unë besoj që një deputet duhet ta ketë. Por në fakt duke bërë këtë gjë, duhet angazhimi është 24/7, pra ti duhet të jesh gjatë gjithë kohës e aksesueshme nga qytetarët e tu, dhe kjo ndonjëherë kjo lloj mënyre të menaxhuarit të kohës në të tillë mënyre ta bën të pamundur të kesh një jetë pak më private, më të qetë, kur edhe mundësia për t'u takuar apo për të ngrënë një darkë me familjen bëhet pak e vështirë për t'u menaxhuar pra koha. Por mendoj që kjo nuk do të thotë që është vetëm problemi i punës që ushtroj, mund të jetë edhe pak problemi individual, pra personal i imi, i cili mundohem gjatë gjithë kohës të jem pun dhe të mos e menaxhoj kohën mjaftueshëm mirë për të patur diçka tjetër. Por
Në fund të ditës, Përkushtimi është i rëndësishëm, sidoqoftë. pikërisht, është ai përkushtim për cilën unë mendoj që duhet përçuar si model, por edhe të paturit pak momente, le të themi, ku ti vendos të kesh atë kohën tënde, duhet, sepse në fund të ditës ne jemi gjithë njerëz dhe edhe koha personale apo e jotja me familjen është dhe me shoqërinë apo miqt është diçka e vlefshme, sepse edhe puna të e zauron, do thoya. Andja, normalisht ti sapo hyn në parlament, ke mandatin e parë, kushdo, jo vetëm të rinjt, a ka mbështetje në brenda parlamentit për deputetët e rinj? Pra jo për deputetët e rinj në moshë, por për deputetët që hyn për mandatin e parë. A ka një mbështetje teknike? A të mëson dikush si ta bësh punën kur hyn në parlament, apo ti e vetëm të vendosin aty dhe thon jepi tani ne ta dam mundsinë? Në fakt një nga diskutimet që kam shpesh herë është problemi me statusin e deputetit. Shpesh herë në qytetarët shqiptar, duke qenë si ushqyer një propagandë që deputeti është një person me shumë pushtet, dhe nuk mund ta them të mjaftueshëm, deputeti sot ka probleme në lidhje me ligjin e statusit të deputetit. Dikur ne kemi patur mundësinë që deputetët të trajtoheshin pra me një nivel këshilltarësh, ekspertësh, pra sepse një deputet, unë si arkitekte nuk mund të them që unë e njoh aq mirë ligjin sa për të nisur nga A-ja te Z-ja, draftimin apo edhe analizën e një projekt ligji që më vjen. Dhe mendoj që ky problem me këtë status po zgjidhet në një mënyrë nga administrata e kuvendit, pra janë zyrat e kuvendit, drejtoritë e shërbimeve për deputetët, të cilat i trajtojnë këto, le të themi, këto hendejqe. Ne kemi patur në fillim trajnime në lidhje me mënyrën se si duhet të funksionojnë, pra me funksionalitetin, me mjetet që një deputet duhet të përdori, me manualet që cilat ishin vënë në dispozicion, ka qenë madje dhe një angazhim nga OSBE-ja, ku neve na ishin vënë në dispozicion të gjitha këto materiale, por në fund të ditës që një deputet të ketë mundësi ta ushtrojë punën, jo vetëm që duhet të jetë, sepse në fund ditës ai duhet të jetë një informacion që deputeti duhet ta ketë, por do doja të shikoja në nivelin edhe të këshilltarëve apo ekspertëve të cilët asociohen pranë deputetit, ndoshta në nivelin asistent, që deri dje edhe Kosova nuk e kishte dhe sot e ka. Maqedonia ka një asistent për 3 deputet, ka një raport, dhe edhe pashtu dhe Mali i Zi. Pra kjo gjë mund të bëjë të mundur që deputeti të ketë mundësi të këshillohet, të marrë një ekspertizë dhe të bëjë të mundur që debati i tij qoftë edhe politikisht të jetë korrekt. Shpesh herë po të shikoni, ne kemi edhe përplasje ideologjike ku një deputet i majt ka një ideologji, do të thënë diskuton një politikë të djathtë, në ideologjikisht të djathtë. Jo gjithmonë, kjo kam përshtypje, nuk është se në Shqipëri pavarësisht se kemi parti të majta apo të djathta, në programet e tyre pastaj kjo çështje e përgjithshme. Të majtët bëjnë politika të djathta, të djathtat bëjnë politika të majta, populiste janë. Zakonisht ne mbetemi në këto parti të cilat mbeten në mes, pra nuk janë në asnjë ekstremiteti. Por në lidhje me deputetët, mendoj që çfarëdo lloj deklarate që bëhet, patjetër kushdo që e dëgjon duhet të jetë, le të themi, të dëgjojë një deklaratë e cila nuk ka këto polaritetet apo hiezime, duhet të jetë deklaratë shumë e saktë, sepse në fund të ditës pavarësisht se deputeti sot zgjidhet për që naty është një figurë shumë e lartë shtetërore, zyrtare dhe duhet që fjala e tij të ketë vërtet peshë. Në momentin që ne shikojmë këto problematika duket sikur ulet edhe potenciali i paturit atë peshë në fjalë tek qytetarët. Dhe prandaj mora atë rastin e të përmendurit, pra deputeti duhet të jetë shumë i mirë informuar, por edhe të jetë asociuar. Dhe aktualisht nuk ka, pra nuk ka asnjë lloj stafi në dispozicion. Jo, deputeti në Shqipëri nuk ka asnjë lloj stafi, përveç se ndoshta grupet parlamentar të cilët kanë mundësi të punësojnë këshilltar. Qartë. Ti sapo dole nga primarët, para pak kohë, do kandidosh sërish në zgjedhjet e 2025-s. Ne kishim primarët në datën 1 mars dhe dolëm nga ato primare dhe jam shumë e lumtur që pata mundësinë të kualifikohem. Unë votbesimin e kam marrë gati në 98% në zonën time, ku aty kisha punuar dhe aty kisha synuar. Dhe patjetër kjo është bërë e gjitha synimi pra për tuanes pjesë si primaret brenda partisë për të bërë të mundur që
të rikandidoj. Pra pozicioni im dhe mundësia për të rikandiduar vare nga kjo garë. Këto ishin kushtet që janë vënë nga partia për të ndoshta për të krijuar në gjykimin tim një sistem meritokratik që kushdo që do ta provojë veten le të vot besohet nga antarësia dhe më pas të hynë në nivelin e analizave të partisë për kandidatët e ardhshëm. Dhe është një certifikim që e ke bërë mirë si për herë të parë. Po, në fakt, pas gjithë problematikave që Partia Demokratike ka patur fatkeqësisht në këto 3 vite, jam e lumtur të them që të paktën puna ime me qytetarët dhe antarët e Partisë Demokratike në zonën që unë përfaqësoj, ka qenë gjithmonë e ndërlidhur dhe kam pasur mundësinë që ta fitoj atë vot besim edhe në primare. Andja, ne të falenderojmë shumë dhe do donim që ta mbyllim me një mesazh të fundit këtë bisedë që në fakt kaloi shpejt dhe këndshëm. Një mesazh i fundit për ata që na ndjekin. Unë në fakt mesazhi im do të ishte në lidhje me të rinjt, që pavarësisht se ka vështirësi, pavarësisht se ka sfida, betejat duhen bërë, ne duhet të qëndrojmë të bashkuar për të bërë këto beteja bashkë dhe të imponohemi ku ne shikojmë se ka padrejtësi. Pavarësisht se imponimi do të vlente të nisë gjithmonë, po them në nivelin e kundërshtarit, mund ta nisësh edhe aty ku je, brenda rrethit shoqëror, familjes, partisë, e më tutje që ti të kesh mundësi që zëri të dëgjohet. Kështu që duke u imponuar ne bëjmë të mundur që të bëjmë ndryshimin. Andja, shumë faleminderit për këtë intervistë, për mesazhet, por edhe për atë që je, një re ndryshe për cilën Shqipëria dhe shoqëria jonë ka shumë nevojë, teksa shumë të tjerë zgjedhin të largohen. Shumë faleminderit. Faleminderit juve, ishte kënaqësi. Andja, faleminderit, Aurora Sulçe, faleminderit, kënaqësi e veçantë. Mesazhi me të cilin ne duam ta mbyllim sot këtë podcast është përgjigje e pyetjes ku janë gratë në politikë. Gratë në politikë janë pikërisht këtu, janë në terren, duke bërë punën e tyre, kanë zërin e tyre dhe ne duhet ta dëgjojmë me kujdes, ashtu siç e kemi dëgjuar këtë podcast. Ashtu siç kemi dëgjuar gjitha vajzat e gratë e politikës që kemi patur të ftuara këtu, duhet i dëgjojmë me kujdes zërin e tyre dhe t'i përgjigjemi thirrjes së tyre për një politikë me integritet dhe për një politikë e cila dëgjon më shumë zërin e njerëzve, sepse duke i dëgjuar ata, mund ta bëjmë politikën më të mirë dhe Shqipërinë një vend më të mirë. Shumë faleminderit që na ndoqët edhe në këtë episod të radhës të podcastit Vox Politics. Nga unë Edlira Çepane, ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe ju përshëndes. Mirupafshim.